Për shëndetje mi të dashur, mirë se vini të Dangelli. Shkojnë në videon e radhës Vlora Qitaku nga PDK-ja. Sepse pas ka mundu me kamuflu që gjëja kush ka dasht me shqit Kosovën. E masi kjo nuk pedika, ne do i tregojmë mi të dashur. Kështu që shkojnë në videon një luteme të diskutojmë së bashku. Kjo gjendje nuk vjen brenda natës, është ushqym me vite, që këta janë kriminal, që këta janë tradhtor, që këta punojnë me Radojqiqin, që këta janë njerëz të Vučićit, që këta po dojnë me shqit Kosovën. Hej, kush po don me shqit Kosovën? A thue Vlora Qitaku, për çfarë arsye jam ushqyq që 20 vjet? A dhe më tregu mua? Arsyen pse? Nëse nuk e din ti, tregojmë ne. Por unë besoj që i din shumë ma mirë se ne. Po masi ti nuk pedin, që po tregojmë në ty. Vetëm dëgjohë videon deri në fund. Mi që dashër, për me dëgjohë videon, me kuptu videon, edhe përgjigjet e mija në fund, dojnë me pas dorime ngu videon deri në fund, ju kësha lutë. Kështu që shkojnë amiq. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramushi, Presidenti. Po zoja Qitaku, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramushi, e gjithë me ranë, opozita. Pse për thëmë këta, mi të dashur? E që për thëmë une, po për thëmë arkivat. Sepse pasarit i kënë dëgju, po të shpjegoj ma vonë, video, vetë, arkiva, që se kush qka ka dash me bo. Po kështu në pika shkurta, Vlora Qitaku, po të shpjegoj disa gjera. Kufiri Mitrovicës, Nur Tibrit, dinari ilegal, birot ilegale, Ujmani, Trepqa, Qakore, Blaca. Kush i shiti këtu? Kush e mundu me shit? Do i ndali Albini, do shkun, por rësh. Së janë më tona, se gjistojnë mu. Edhe po që ditesha, jo, nuk të lomë ne më që ditë. Ngo vidin, nuk të lomë ne më që ditë. Të rikujtojmë, ty e gjdo kujnë ato opozitës. Shkojnë. Kosovës Hashim Thaçi thot se ideja e korrigjimit kufive me Serbin ka qenë e tia prej fillimit. Ideja për korrigjimin e padrejësive historike duke për Shqipërisë me Drejt Bujanos me territorin e Kosovës është e imja personale, jam angazhuar edhe në procesin e Berlinit. A peshe, Vlora Qitaku, e qish po ki ftyrë ti, me dalë me thonë, kush Hashim Thaçi ja, kush Kadri Veseli ja, kush Ramush Haradinaj ja. Ku për me ratë ftyrë ti me dalë me folë? Ky është Hashim Thaçi? Që po folë? A është? Po. E po atëre, qka po dënë? Kënë po dënë me gënjë? Këto janë 20 vitet e ertat Kosovës, që ja keni bu ju. Këto janë 20 vite që popli u dash me menu ndrysh, sepse 20 vite ju ka besu. Kujna? Juve. Mashtruzve, tradhtarve, tona i meritonim i thonë, sepse në atë moment që e danë Kosovën, mundohesh me nda Kosovën në dysh, në atë moment që e shet Qakorën, në atë moment që e shet Blasën, në atë moment që e lën dinarin, bashkëpunon me Lisën Sërbe, blokoni me Lisën Sërbe, qa me i qëtë juve? Për resikthej, më falni, po foli për mas lufte, para lufte, o shkrej në regull, se cilët i përkullim në zonë jone. Vetëm po flasim si politikana, jo si ushtar. Kjo s'ka boj kur gjë me luft, po flasim mas lufte, sepse javë kërkojt me hinë politik, javë kërkojt me vjedh, javë kërkojt me bodalavere, javë kërkojt me da Mitrovicës se javë ka zonë roten me besht, javë kërkojt me da Qakorën se ta kërkojt Karriken, e Blasën e shumë tjerë. Kështu që Vlora Qitaku e keni këtë me rana e me dalavere. Nuk ju beson mu kërkush. Një herë ka përcen mini, ka mos e qëtë. E jo dy. Shkojnë atutje miq.
jo si plan të shkrua, por si ide, kaq. Në arë këj pe brojës, në arë atë pe malit drunit, me nga të regu neve, se çfarë historie ka Kosova. Me nga ka neve që i Rankoviqin apo s'ka folë në televizin veriore. Njëri pakon i smut, pakon psikopat, nuk i folë të sanë. Po kjo është kurse ka asnjë libër dhumë gjumit. Kur nuk e lexon asnjë libër, nuk din as histori. E kështë vlora Qitaku, mos e mëno me gëni popullin. Se me keq që jetë ti, se kjo. Se ti e nishi që ke dash me nda Kosovën. Pse pe thëmë ta, mishë të dashën, se doja dokumentoj. Shkojnë e miqë. A ju personalisht e keni Quvën, kush po dënë me shqip Kosovën? Kush? Hashim Thoqi? Po, Hashim Thoqi. Kadri Veseli? Po. Ramushi? Po. Kosovës për integrimin Vlora Qitaku Go. fitoi sot Beogradin. Ndonse zonja Qitaku shkon atje në një funksion jo zyrtar, kjo shënon vizitën e parë në Beograd të një përfaqësuesit të lartë të Kosovës që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008. Çka kërkove ti në 2008 në Beograd, zonja Qitaku? Të shku aty në cok me shkije. Çka kërkove? Tregoje popullit, jam unë sonë di. Vetëm popullit të shpjegoja të lutem. Kur dash në për programe emisione, ose ma këthen në video këto. Shkojnë amiq. Qënë? Në cok, a jetë të shkja jo? A jetë ajo? Apo më duket mu? Quvën, kush po dënë me shqip Kosovën? Kush? Ti, për të këja. Keni dasht, në fakt, që kjo video është me emoqme, keni dasht. Po ja që s'keni mujtë se ardhë. Ja ka shkurtu në rojt. Gjitha iluzionet e juve. Ju keni dasht me shqit. Ja që e thomoni ta, po thujnë dëshmit. Absolut, unë veç me dëshmi për flasë. Se unë s'këm qenë aty nuk e di. Po unë po foli veç me dëshmi zonja Qitaku. E njëra për i tyre, jetë ti. Kështë që mos është jo ditë, se ne të rikujtojmë. Pa merak. Shkojnë e miqë. Hashim Thoqi? Po. Kadri Veseli? Po. Ramushi? Po. Tim jo zyrtar. Ngoma tash. Ndërkohë që unë isha duke folur me zotin Matthew Palmer, Kjo është turpi botës Qitaku. Tu po folet për ty në një emision televiziv. Ti dhe shumë mirë. Qa ke bo? Mishtë dashër, të ndëgjoj me vëmendje lujtëm. u shpreha shqetësimin tim, të cilin akoma e kam, lidhur me konceptin e shkëmbimit të territoreve. Dhe tani pikërisht shohim një foto të asaj nati për të cilën po flas. Vlora Qitaku. Se sa katastrofike do të ishte për të gjithë rajonin. Ky është një çështje që shohim për te kufive të Kosovës dhe të Serbisë, por që do të prekte të cënonte që të gjithë Ballkanin, sepse nga diskutimi, nga biseda që po zhvillohej, po kuptoja se ai e favorizonte këtë ide. Ne morë zonja Qitaku që në atë kohë ishte ambasadorja e Kosovës në... Vlora Qitaku në atë kohë ishe ambasadore e Kosovës. A kitë kjo nuk pe thëmë tonë, po dhe të gazetari angleze. Amerikane, më falë. Mos valë për anë dhe kjo. E ju jeni me lache. Washington dhe ishte ftuar në konferencë, mori pjesë në këtë diskutim mesnesh dhe që të dyja bashkë me zonjën u programuan një takim në Këshillin e Sigurimit atë të nesërmen, ku do të bëhen një relacion i shkurtër, një përmbledhje e shkurtër e situatës të Ballkanit, duke fokusuar. Llogaritemi si dashën, 2008-ën, me njerë mas luftë çfarë plani kanë pas. Po ja rikujtoj mish nëse i keni pas tupcat, kur i qëtën të luftu të buajgar ata në humor,
që dojshin Kosovën. Ata pas kanë pas një dije. E pas kanë pas një plan, i pas ka të regu dikush që i kanë bo vidin asë reale. Për besë mishtë të dashe. Se po ndyshe, s'ka kuptim. Ku e ditën ata që kanë me bo këta? E që kanë bo 2008-ës, të i mënu me shkatru, e kanë luftu, shkaon, tani jenë mënu me shkatru Kosovën. Pse mishtë të dashe? Sepse ja kanë zonë rrotën me bisht, diçka kanë bo. Po qka? Këta e din, Zotë edhe këta e din. Shkojnë e mishë, ma shumë s'kom nevoj me folë për këtë pjesë. Konkretisht në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë. Dhe me ne erdhi dhe zoti Shmend Ahmeti, prandaj më lejoni të sqaroj se në bisedën që u zhvillova atë mbrëmje me zotin Palmer kur na erdhi zonja Çitaku, zoti Ahmeti nuk ishte i pranishëm. Pra, në sa e kuptova unë nga ajo bisedë, sepse Lora Çitaku na ki borç me na spjegu këtë bisedë që pe bon gazetari anglezë, sa është e vërtet kjo? A është reale? A jo? Nësë është reale, me nga të regu se qka këtë është me bo. të bëhej e parehatshme kur fillova të shprehja idenë time zotit Palmer dhe çfarë mendoja unë për shkëmbimin e territorëve. Zonja Çitaku bashkua me ne dhe ajo dhe kur reagimi i saj ishte që unë nuk duhet të flisja për këtë temë luftëse Kosova dhe Serbia. Plus i ke thonë kësaj në zojës që ti nuk duhesh me folë për këtë temë. Se plus, qka? Arrinin një marrëveshje. Deshta arrini një marrëveshje. Unë nuk duhet të përfshihesha në këtë bisedë dhe nuk duhet të shprehja bindjen time lidhur me çështjen. Dhe unë ktheva përgjigjen se sikurse thash edhe në postimin tim, thash se nuk mund të ketë zgjidhje të cilat të prekin negativisht Bosnjë-Hercegovinën dhe gjithashtu mendoj personalisht. Kjo pej Amerikë me të pësu ty Vlora që thako me thonë, hej, këto prejko negativisht. E ti, del aty, edhe më fantazon, duke mundu me gënir poplin, me të vërtet është turpi i botës. Po ja që s'pas që të marrë heq. Po ishte na ka që zoti Albin Babën, i hangë shatë zemër. Politikisht gjithmonë. Shkuna miq? E tash goë qëta që ju këni dash me shit, Vlora Çitaku. Tash ngohë mirë, se qka është baba i kompit. Dëgjoj. A pëndëzën, oj Vlora Çitaku, që kjo e burë shtetas, që kjo është burë shtetas, që kjo është që tani ku Sërbin derin ku fjatje ku duft më njek, e ta iq me urës të ibrit, që kjo është që ja prish trofullohën juve, bashkëpunim me Radoqiqin, që kjo është ta njek Radoqiqin. Unë e di ku i dhem juve. Po, ja. Tap. Shkojna. Republikën Demokratike të Kosovës ngallnjen gjithmonë çdo kund cep më cep Mitrovicës e të Republikës Kosovës. A përsheni, mishë të dashër. A përsheni, mishë të dashër, se qka ka dash me vopet dhe këja.
Po drejtohem ty Vlora Qitaku, a peshe Vlora Qitaku. E ti del kush ka dash me shit Kosovën? A Shqip Thaçi, ja. Kadri Veseli, ja. Ramosh Radina, ja. Po, ti dokumentova. Mi se dashën, Zoti i rujt, mire pa shumë dhe radhës, kjo është e vidje për sot, respekt për secilin. Vlora Qitaku, kish kujdes kër t'jepsh një farë interviste, mos gënjej, dëshmetar tërp, e konë ambasadore Kosovës.